Kur Vangjel Tavo ishte ministër i shëndetësisë dhe deputet i LSI-s, sajonte tender dhe firmoste lobime financiare për llogari të familjes Meta Kryemadhi, afera për cilat po jeton Spaku. Ndërsa prej muajit tetor 2024, si kryebashkiak i Himarës Vangjel Tavo sajon e firmos tender për vete, kontrata koncesionare toka, shtrojesh, plazhesh dhe lejesh ndërtimi për llogari të klientëve të kryeministrit, paçka se kandidimi i tij u propagandua si diversion ndaj Ilir Metës dhe për rregullim raportesh me homologun grek Mitsotakis, se vërteta është se Vangjel Tavo u katapultua nga Dropulli në krye të Bashkisë së Himarës për të vazhduar grabitjen e tokave dhe plazheve në Bregdet për klientët e Edi Ramos dhe për të bërë ca miliona për vete. Këtë e dëshmojnë 230 hektar toka, plazhe, 45 leje ndërtimi që ka firmosur Vangjeli gjatë 18 muajve kryetar, por edhe 132 tenderet e çuditshëm, dukshëm të dyshim që ai ka zhvilluar e ka në proces. 2 tenderet e radhës Vangjeli i ka sajuar e firmosur më 31 mars 2026 dhe i ka shpallur në buletinin e prokurimeve publike të datës 7 prill me vlerë totale 20 milion lekë të reja me TVSH. Tenderi i parë me numër reference 80470 31/3/2026 e fond 11.7 milion lekë me TVSH është me objekt shërbimi për organizimin e aktivitetit të çeljes së sezonit veror në Himar, ndërsa tenderi i dytë i shpallur në të njëjtën datë me numër reference 80471 31/3/2026 e fond 8.3 milion lekë me TVSH ka objekt mbështetjen publike për aktivitetin e çeljes së sezonit. Tenderi i parë mund të quhet i justifikuar pavarësisht se ka kosto të fryera abuzive për shiritin, pagesën e bukuroshes që do mbaj tabakan me gërshërën e prerjes së shiritit të çeljes së sezonit, fonin, banerin dhe një spektakël me 3 jet ski në det. Ndërsa tenderi i dytë me vlerë 8.3 milion lekë të reja do jetë shpenzim për organizimin e duartrokitjeve gjatë ceremonisë për çeljen e sezonit veror, paçka se këtë rol do ta luajnë punonjësit e Bashkisë së Himarës dhe militantët e partisë. Por edhe Vangjeli i Himarës, ashtu si paraardhësi Jorgo Goro e qeveritarët në Tiranë, po bën të njëjtën gjë për të vjedhur sa të mundet.